Nëse njeriu vdes, krejt veprat, krejt punët i ndërpriten, përveç 3 prej tyre. Unë dua që ta paguaj lusterin e xhamisë. Tjetri thot, unë dua minaren e xhamisë. Kush të pengon të falesh? Kush të prish agjërimin me dhunë? Kush të ndal nga mejtepi që ti të mësosh Kur'an? T'ju lëm shtëpi, t'ju lëm dhomë, t'ja bëj darsman, t'ja bëj kushtet. Cili është derti më i madh që ne nesër kur të vdesim, t'i lëm fëmijët tanë në atë gjendje? Në cilën gjendje? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në nhijen e fjalëve më të mira, fjalëve më të zgjedhura, fjalëve më të qelluara, fjalëve të atij i cili nuk flet nga hamendja, por flet nga shpallja e cila i vije prej Allahut azza wa jall. Fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë mësim për neve, të cilat janë mesazh për neve, që ne të mundohemi të jetojmë me ato fjalë, të qëndrojmë në ato fjalë, të ecim në atë që na porosit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të arrijmë kënaqësinë, shpërblimin, rahmetin e Allahut azza wa jall. Në një prej haditheve të tij, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot, në një transmetim të cilin e nxjerr Imam Muslimi rahimahullah nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kur të vdes njeriu, i ndërpriten ati gjitha veprat, illa min thalath, përveç 3 veprave. Çdo njeri i cili vdes, ati i ndërpriten ma veprat. Ka bo çka ka bo në dunja, ka jetu sa ka jetu në dunja, është mundu, është angazhu, qoftë mirë apo keq, u kry. Në momentin që vdes, njeriut i ndërpriten gjitha veprat. Ndërsa në këtë rast flasim për veprat e mira, Allahu azza wa jall na ruajt nga ajo gjendje që dikujt edhe pas vdekjes ti vazhdojnë veprat e këqija. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur të vdes njeriu, ati i ndërpriten gjitha veprat. Je fal në dunja, në momentin që vdes, namazi yt u kry. Ka agjëru në dunja, në momentin që vdes, agjërimi u kry. Ke bo punë të mira në dunja, elhamdulillah. Në momentin që vdes, ndërpriten krejt. Ma nuk mundesh me vazhdua me ato ibadetet që i ke bo në dunja. Mirë po, me rahmetin Allahut azza wa jall, Allahu ne ka mundsuar që edhe pas vdekjes disa vepra, disa gjëra, disa të mira, ibadete të vazhdojnë. Dhe besimtari do të mundohet që të kontribon në këto ibadete, të synon këto ibadete në mënyrë që edhe pas vdekjes, ani se ka vdek,
edhe pas vdekjes t'jecin të mirat, t'jecin sevapet, t'jecin shpërblimet tek Allahu Azza wa Jall. Atëherë të shohim çka mund të bëjmë ne për veten tonë, që edhe pas vdekjes mos të ndërpriten të mirat tona. Cilat janë ato? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min sadaqatin jariyah, sadakaja, lëmosha rjedhëse, e cila nuk përfundon, e cila nuk kryhet. Sadakaja, lëmosha mund të jetë në dy mënyra. Një mënyrë e cila jepet, shfrytëzohet, harxhohet, përfundon. Dhe kjo është e mirë, dhe kjo ka shpërblim, elhamdulillah. Mirë, po një mënyrë tjetër është që t'i jep sadaka. Ajo shfrytëzohet dhe kalon kohë të gjatë dhe ndoshta nuk harxhohet. Ti ke vdek, ajo vazhdon ende. Dhe ty të vjen shpërblimi prej Allahut Azza wa Jall duke qenë në varr, ndërsa ti ma nuk je duke vepruar asgjë. Cila është e para dhe cila është e dyta? Nëse ti dhuron sadaka ushqim për nevojtarët, nevojtarët e hajnë ushqimin edhe u kry. Ti dhuron veshmbathje për të varfërit, ata vishen, vjetrohen, teshat e tyre hudhen edhe u kry. Ti dhuron sadaka në mënyra të ndryshme mirë, po ajo sadaka përfundon për një kohë të caktuar. Mënyra tjetër është kur ti jep dhe ajo sadaka të zgjat, dhe kjo llogaritet e rrjedhse, do me thonë hala rjedh, hala vazhdon, nuk kryhet. Kur është ajo? Kur ne japim për ndonjë gjë e cila nuk është afat shkurt. Përpara më herët, nëse analizojmë, njerëzit e popullit tanë, gjyshrit tanë, do shta edhe pak më herët, kanë dhënë sadaka të cilën e kanë quajt dhe quhet në Islam wakf, apo e njohur në vendet tona si vakëf. Kanë lanë vakëf njerëzit më herët. Dhe ndoshta nuk kanë qenë të pasur sa janë sot. Kur kanë qenë njerëz më të pasur? Në atë kohë apo në këtë kohë? Në këtë kohë janë më të pasur. Atëherë më shumë kanë lanë wakf se sa në këtë kohë që ndoshta kanë më shumë pasuri. Këtë wakf që e lënë për hir të Allahut Azza wa Jall, kjo është sadaka rjedhse. Dikush e ka lënë tokën që në atë tokë të bëhet një xhami. Ajo tokë kur kryhet? Ajo nuk kryhet, vazhdon. Dikush e ka lënë tokën që aty të bëhet një jetimore. Dikush e ka lënë që aty të bëhet një ambulant ku njerëz mund të shkojnë gratis dhe mos paguajnë ata që kanë nevojë. Dikush ka lënë tokë që të shfrytëzohet diçka për të mirën e popullit. Dhe kjo është sadaka e cila rjedh, e cila vazhdon, e cila nuk ndërpritet. Ndërtimi i xhamisë, ndërtohet një xhami dhe njerëzit kontribojnë. Sa zgjat ajo xhami? Ne kemi në vendet tona xhamia që janë nga 500 vjet edhe më herët. Ai i cili ka kontribuar, ka dhënë për atë xhami, ajo xhami që 500 vjet, ai atëherë ka jetu dhe ka vdek. 500 vite më vonë njerëzit falen atij, i shkon shpërblimi. Andaj ju kemi thonë edhe në raste tjera, sidomos kur të dëgjoni që thirret dhe kërkohet për sadaka rjedhse, në këtë rast për xhami, besimtari duhet ta shfrytëzon. Dëgjon që në filan vendin bëhet një xhami e re dhe kërkohet që njerëzit të japin, pa marr parasysh sa ki, mos e lën me të i kjo shans. Po edhe nëse nuk ki shumë, po qoftë edhe një tull, nëse ti e paguan një tull të asaj xhamie, në rregull. Ajo tull me të hollat tua do të blehet dhe ajo tull do të vendohet në murin e xhamisë. Sa të jetë gjallë xhamia, sa të funksionon xhamia, ty për atë tull do të vjen shpërblimi. Aq sa ke dhënë, aq do të vjen shpërblimi. Dhe njerëzit në këto raste duhet ta shfrytëzojnë, të mundohen ta shfrytëzojnë që me dhënë sadaka e cila nuk vdes, me dhënë sadaka e cila nuk kryhet, me dhënë sadaka e cila nuk përfundon asnjëherë. Në raste të caktuara njerëzit anojnë më shumë në gjërat që duken. Dhe dikush thot, unë dua që ta paguaj lusterin e xhamisë,
Tjetri thot, unë e dua minaren e xhamisë. Tjetri e kështu me radhë. Nuk është me rëndësi ajo që duket, me rëndësi është që të japim për hir të Allahut Azza wa Jall. Aty me rëndësi është që të shfrytëzohet. Dikush thot, te pihun e xhamisë duket më shumë se sa betoni, armatura, tullat e kështu me radhë. Cila duket më shumë? Kjo duket më shumë. Mirë, po kjo është më afat shkurt. Kjo kalon një kohë dhe ndërohet, ndërsa ato që janë elementare, ato nuk ndryshojnë asnjëherë. Dëgjohet që diku ndërtohet një xhami e re, kontribo për kanë, për ata, jo, për imanin tënd, për shpërblimin tënd që nesër edhe pas vdekjes të vjen shpërblimi. Pra shpërblimi i parë, i cili nuk ndërpritet, lëmosha, sadakaja, e cila është rrjedhëse. E dyta, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bih, apo dituria nga e cila ka dobi. Çfarë do lloj diturie në dunja e cila ka dobi për njerëzit dhe shpërndahet, e sidomos më e lartë e tyre, dituria e sheriatit, dituria e fesë së Allahut Azza wa Jall. Ajo dituri shpërndahet dhe njerëzit përfitojnë. Ai i cili e shpërndan diturin, ndoshta nesër vdes, apo ndoshta sot është i vdekur. Ai është i vdekur, ama njerëzit përfitojnë prej tij. Çka ndodh? Ati i ecë shpërblimi. Sa dietar të cilët kanë jetuar para 1000 viteve, 1200 viteve, ata kanë jetuar edhe kanë vdek. Mirë, po sot ne në shtëpit tona i kemi librat e tyre, dhe unë e marr librin atij dietari i cili ka jetuar 1000 vite më herët, dhe unë e lexoj dhe e shfletoj dhe prej tij përfitoj, dhe pastaj ato fjalë i nxjerri dhe i përcjelli në popull. Atij dietarit nga kjo ligjërata ime këtu, pas 1000 viteve i shkon shpërblimi. Subhanallah, dituria e dobishme, e rinia sot mund të bëhet pjesë e këtij shpërblimi, duke marrë pjesë në shpërndarjen e diturisë së dietarëve dhe hoxhallarëve. Dituria sot shpërndahet në vende të ndryshme, në mënyra të ndryshme. Ata të ri, të cilët kanë aftësi, sidomos rinia jonë sot, sidomos të rinjt sot, janë shumë më përpara, shumë më mirë i njohin gjërat se sa vetë ne. Dhe më mirë e përdor kompjuterin, telefonin, ingjizimet, videot, montimet, e kështu me radhë. Mirë, po dikush nuk ka qëllim, dikush nuk ka synim se si unë këtë që e njoh, këtë dituri ta shpërndaj, ta shfrytëzoj në rrugt të Allahut Azza wa Jall. I ri dhe ndoshta kohën e kalon, e harxhon në telefon, po në çfarë? Në TikTok. Në TikTok 1 orë, në TikTok 2 orë. Ku është dobia? Dobia s'kon. Po në vend të asaj kohe, me shfrytëzu që me bë një shpërndarje, një gjatë të dobishme që të përhapet tek njerëzit, ndoshta edhe një video. Ju e keni pas sot një video, ndoshta është e thjesht me një mesazh të një hoxhe e cila është e dobishme, shpërndahet. Ajo shpërndarja arrin 1 milion shikime. Ai shpërndarsi i asaj ka shpërblim të Allahu Azza wa Jall. Nesër vdes, gjërat mbeten, gjërat vazhdojnë edhe pas vdekjes i ecë shpërblimi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon gjëja, mundësia që ne mund ta shfrytëzojmë edhe pas vdekjes të na ecin shpërblimet. Ndërsa gjëja e tretë, për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, waladin salihin yad'u lah, dhe një evlad i hajrit i cili lutet për prindërit e tij. Nëse njeriu vdes, krejt veprat, krejt punët i ndërpriten, përveç 3 prej tyre: sadakaja rrjedhse, dituria e dobishme, evladi, fëmiu i hajrit që njeriu e lën pas vetes. Ky duhet të jetë synim i prindërve, i babës, i nanës, i gjyshit, i gjyshes, të lën pas vete.
Dhe ne do të lamë pas vete. Siç na kanë lanë neve ata të parët, që ne të vazhdojmë, edhe ne do të lamë dikant që do të vjen pas neve. Mirë po, kanë do të lamë. Çfarë do të lamë pas vetes tonë? Cili është derti më i madh që ne nesër kur të vdesim, t'i lamë fëmijët tanë në atë gjendje? Në cilën gjendje? A kemi dert mos t'i lamë fëmijët pa shtëpi? Po. Mos t'i lamë djemtë që ndoshta në një vend të ngushtë t'u asigurojmë edhe një tokë edhe një shtëpi? Po. Mos t'i lamë të varfër pa bukë edhe pa ujë? Po. Këto janë në rregull. Mirë po. A kemi dert mos t'i lamë fëmijët tanë pas neve të ecin në një rrugë, jo në rrugën që ne kemi qenë dhe jemi, po ndoshta në një rrugë tjetër. Çka nëse ti je në fenë Allahut Azza wa Jall, me namaz, me agjërim, me punë të mira, me hajër, nesër evladi, nesër djali ka marrë rrugë komplet tjetër, as i namazit, as i agjërimit. Çka kemi lanë atëherë pas vetes tonë? Të lamë evlad, të lamë fëmijë, të cilët do t'jenë të hajrit. Kjo është shumë e rëndësishme. Ky është investimi jonë më i madh që ne mund ta bëjmë në për familjet tona. Të lamë njerëz të cilët do ta vazhdojnë, do ta përcjellin mesazhin e fesë Allahut Azza wa Jall. Po si kanë qëndruar ata gjyshrit tanë? Ata të cilët kanë qenë pak më herët para neve, kanë përjetuar komunizmin, kanë përjetuar dhunë, kanë përjetuar sisteme të vështira, u është imponuar edhe prishja e agjërimit në Ramazan, u është penguar namazi, janë penguar nga mejtepet që mos ta mësojnë Kur'anin, e kështu me radhë. Mirë po ata e kanë bë si e kanë bë, kanë sakrifikuar me çdo gjë, neve na e kanë përcjell dinin Allahut Azza wa Jall. Ata e kanë bë, e kanë arrit, janë munduar ta çojnë në vend qëllimin e tyre. Sot ne jemi të lirë. Kush të pengon të falesh? Askush. Kush të aprish agjërimin me dhunë? Askush. Kush të ndal nga mejtepi që ti të mësosh Kur'an? Askush. Atëherë e gjithë përgjegjësia bartet mbi neve. Tash ne a jemi duke e quar në vend emanetin? A e kemi dert që nesër si do t'i lamë evladët? Kështu pejgambert Allahut Azza wa Jall na dhan shembull, në momentet e fundit i thirrën fëmijët. I thirrën fëmijët që t'ua përcjellin, t'ua lanë emanetin e fundit. Dhe ne pastaj, cili është emaneti i fundit që mund t'ua lanë fëmijëve? Dertin e cilës gjë më të madhe në momentin e fundit. Jakubi alayhi salam ushtri në shtratin e vdekjes, i thiri fëmijët. U bani një pyetje. Cila pyetje ishte ajo? Ma ta'budun min ba'di? O fëmijët e mi, kanë do të adhuroni pas meje? Unë do të vdes, ju kanë do të adhuroni? A do të vazhdoni në rrugën Allahut Azza wa Jall, apo do t'i ndryshoni rrugët? Ky ka qenë derti. Ky ka qenë derti i pejgamberëve të Allahut, i muslimanëve të mirë, që pas vetes të lanë njerëz të cilët do të vazhdojnë në të njëjtën rrugë. Ne fatkeqësisht në shumë raste e kemi dert. Derti më i madh është dunjaja. T'ju lam shtëpi, t'ju lam dhomë, t'ja bëj darsman, t'ja bëj kushtet, krejt është në rregull. A ja ke mësuar abdesin? Jo. A ja ke mësuar namazin, Kur'anin, ibadetin? Kjo është më e rëndësishmja. A do të lësh evlad pas teje që nesër do të bëjnë dua për ty, për babën e vet, për nënën e vet? Apo ndoshta ata nesër do të harrojnë, do të marrin komplet drejtim tjetër? Kanë do të lam pas vete. E mos e ki shumë dert çështjen e pasurisë, nga se nuk jemi ne furnizues. Këtë do ta kuptojmë, unë si prind, edhe ju si prind, nuk jemi ne furnizues. Kush është furnizues? Allahu Azza wa Jall. Sa njerëzve ju ka vdek baba, herët, i ka lanë jetim, dhe ata sot janë prej njerëzve më të pasur. Sa njerëz e kanë babën dhe pastaj në fund janë njerëz të varfër. Kush u asjell atyre pasurinë?
pasurin u asjell Allahu. Ai është i cili i furnizon ata. Andaj në një prej rasteve ndodhi që një njeri i cili quhet Mansur e mori e pranoi hilafetin e muslimanëve, u bë halife i pari i gjithë ummetit islam. Dhe në atë ditë hyri tek ai Muqatili. O Muqatil, më këshillo, unë sot jam halife, prisi krejt muslimanve, më këshillo. Tha, o halife i muslimanve, a don të këshilloj me një gjë që e kam pa, a me një gjë që e kam dëgju? Jo, tha, më këshillo me ndonjë gjë që ti e ke pa. Atëherë, tha, do të këshilloj, do të përkujtoj me një rast. Ka qenë para teje Omer ibn Abdul Azizi dhe ka qenë para teje Hisham bin Abdul Melik. Omer bin Abdul Azizi në momentin e vdekjes i la pas vete 11 fëmijë dhe u ala atyre 19 dinar. Nga ato dinar, 9 prej tyre i shfrytëzua në varrimin e tij dhe tjerat që mbetën u shpërndajtën fëmijëve. Në rregull. Ndërsa Hishami, i cili në momentin e vdekjes i la 11 fëmijë, mirë po u ala atyre 1.000 dinar, në atë kohë që është numru 1.000.000 dinar. Njani i kalon 19 dinar dhe tjetri i kalon 1.000.000 dinar, por 11 fëmijët t'ju shpërndahen atyre. Thot, e kam pa me sytë e mi, e kam pa, që pas një kohe, fëmijët e Omer bin Abdul Azizit, që ju la pak, i kanë shpërndajt 100 kuaj në rrugë fi sebilillah, por hirtë Allahut Azza wa Jall, dhe i kanë pa fëmijët e Hishamit, që u ala baba 1 milion, duke kërkuar ndihmë nga dikush në përpazar. Nuk jemi ne ata që furnizojmë, furnizuesi është Allahu Azza wa Jall. Kështu që mos e ki dertin më të madh, a do t'i la fëmijët me buk, a do t'i la pa buk, a do t'i la me shtëpi, a pa shtëpi, tu a bëj darsmën, mos tu a bëj darsmën, le të jetë një dert edhe më i madh, a do t'i la me iman, a pa iman. A do t'i la në këtë din, apo jashtë i dini? A do t'i la me namaz, apo do t'i la pa namaz? Në mënyrë që edhe pasi të vdesim, të lam dikant i cili do të falet, dhe i cili do të lutet, dhe i cili do të thot, Rabbena gfirli, wali walideje, wali l'mu'minine, jaume jekumul hisab. O Zot, mi fal mua gjunahet edhe prindve të mi, edhe gjithë besimtarve. A do të lam dikand i cili do t'i ngrit duart ndonjëherë? A do të lam dikand i cili do të na përkujton neve si bab, si nan, si familjar, që të bën dua për neve? E sa do të jemi ne nevojtar që dikush të lutet për neve pas vdekjes tonë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, dikujt prej njerëzve Allahu ja ngrit shkallët në xhennet. Kur e sheh veten aq lart në xhennet, thot ja Rab, prej nga une këte, une nuk i kam bë këto gjëra ka shumë, une nuk kam arrit me punët e mia deri këtu. Thot Allahu Azza wa Jall, kjo është nga duaja e evladit, nga duaja e fëmijëve tu për ty. Të lam fëmijë të hajrit, djem edhe vajza, të cilët do të lutem për neve edhe pas vdekjes tonë, kjo është një prej mirësive më të mëdha të kësaj dunjaje. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon, njeriu në momentin e vdekjes i ndërpriten gjitha veprat përveç 3 veprave. Nuk i ndërpritet sadakaja rrjedhse, nuk i ndërpritet dituria e dobishme dhe nuk i ndërpritet lënia e fëmijëve të hajrit
të cilët do të luten për ta. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që mundohemi të kontribuojmë, të shfrytëzojmë çdo gjë që nesër edhe pas vdekjes të na ecë shpërblimi. Allahu të na bën prej atyre që lan pas neve evlad, fëmijë, djem, vajza, nipa, edhe mbesa, të cilët do të vazhdojnë në këtë rrugë të Allahut Azza wa Jall, do të qëndrojnë stabil në këtë din dhe do të luten edhe për neve. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na i pranon, gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.